Për të mësuar se si paraqitet situata momentalisht në juglindjen e vendit, do të lidhemi tani me korrespondentin e Vision Plus, Tonin Froku. Tonin, përshëndetje, cilat janë të rejat e fundit? Përshëndetje, ka më shumë se 5-6 orë që rreshjet e shiut kanë pushuar në juglindjen e vendit, por situata është vijon të jetë e rëndë. Vijon të jetë e rëndë në bashkinë e Maliqit, në të gjitha njësitë administrative të kësaj bashkie, janë më shumë se 270 hektar tokë në fushën e Maliqit të përmbytur. Situata vazhdon të jetë rëndë në bashkinë e Pogadecit, në bashkinë e Devollit, në veçanti në fshatin Progrër, ku uji vazhdon të jetë prezent pothuajse në të gjithë fshatin Progrër. Forcat të shumta të ushtrisë, të policisë, por të emergjencave civile vijojnë kërkimin e të moshurës, por deri tani nuk ka asnjë shenjë për 75 vjeçaren. E rënd vijon të jetë situata edhe në bashkinë e Kolonjës, edhe në bashkinë e Pogadecit, edhe të Pustecit, pra shkurt situata vazhdon të jetë e rënd në të gjitha bashkitë e juglindjes vendit, edhe në kushte ku rreshjet e shiut tashmë pra mungojnë, por duket se pasojat kanë qenë të rënda dhe duhet kohë për të rikuperuar të gjitha këto çfarë kanë lënë 48 orë rreshje shiut të pandërprera në qarkun e Korçës. Të falenderoj Tonin për këtë lidhje të drejtë për drejtë.